Përshëndetje të nderuar shikues, Infodesk mirë se po takohemi edhe sonte. Fillimisht do të njihemi me titujt kryesorë që kanë karakterizuar ditën e sotme për të kthyer në studio për të diskutuar për temat edhe të djeshme, ku pati një aksion në Ministrinë e Bujqësisë ku i intervistua edhe vetë ministri Faton Peci nga ana e prokurorisë, po ashtu pati edhe një konferencë nga PDK-ja e cila kërkoi anulimin e menjëhershëm të vendimit të ZRE-s për shtrejtimin e energjisë elektrike, meqense siç u tha nga ana atyre do të ketë pasoja goxha të mëdha në ekonominë e vendit, po ashtu edhe në bizneset në Kosovë. Po për këto dhe shumë çështje të tjera ne do të ndjekim bllokun e lajme për të kthyer me musafirët në studio. Partia Demokratike e Kosovës ka kërkuar pezullim të menjëhershëm të vendimit të zyrës së rregullatorit të energjisë për daljen e bizneseve në tregun e lirë të energjisë elektrike. Deputeti i Partisë Demokratike të Kosovës, Abelard Tahiri, ka thënë se në sektorin e energjisë janë bërë keqpërdorime të rënda, për çka tha se duhet të krijohet një task force. Publikimi i raporteve zyrtare për shitblerjen e energjisë elektrike gjatë vitit të kaluar ka konfirmuar atë që Partia Demokratike e Kosovës ka denoncuar vazhdimisht që nga fillimi i mandatit të qeverisë që tashmë është në detyrë. Pra që në sektorin e energjisë janë kryer dhe po kryen abuzime dhe keqpërdorime të rënda, që kërkojnë themelimin e një task force nga prokuria speciale me qëllim hetimin e këtyre krimeve dhe abuzimeve. Me shqetësim të thellë, i kemi analizuar të dhënat që dëshmojnë kosto jashtëzakonisht të lartë për bartjen dhe blerjen e energjisë elektrike të realizuara me çmime marramense. Pra, për vetëm 6 orë, përmes një transaksionit të vetëm, çmimi i transmetimit u rrit nga 2 euro në 798 euro. Pra për megavat, duke i kushtuar buxhetit Kosovës mbi 1 milion për vetëm disa orë. Në konferencë për media, Tahiri theksoi se shifrat çmimit të energjisë deri tani janë rezultati ankandeve të kurdisura dhe përfitimeve marramense për kompanitë e lidhura me qeverinë Kurti. Partia Demokratike e Kosovës kërkon auditim të jashtëzakonshëm nga zyra e auditimit dhe nga auditor të jashtëm për të analizuar mënyrën e zhvillimit të ankandeve dhe bazën ligjore, subjektet që kanë përfituar, si dhe çmimet edhe shumat e paguara në këtë periudhë. Pezullimi i menjëhershëm i këtij vendimit për daljen e bizneseve në treg të lirë deri në një periudhë të përshtatshme kur vërtet në Kosovë do të krijohen kushtet që të kemi treg të lirë, sepse tashmë nuk ka treg të lirë sepse është vetëm një ofertues i cili mund t'i furnizojë prodhues tan vendor me energji elektrike. Pra, të nderuar media, të nderuar qytetar, në qershori është një ditë në rast se ky vendim nuk do të pezullohet, është një ditë e zezë për ekonominë e vendit tonë, sepse nga ai moment pra prodhues tonë vendor do të shikojnë mundësitë e zhvendosjes së fabrikave tyre jashtë Kosovës. Deputeti i Partisë Demokratike të Kosovës, Abelard Tahiri, tha se tash një kohë të gjatë e ka kërkuar vendimin e marrë nga ZRR. Kemi duke parë mundësinë që ta kemi sa më parë atë vendim të zyrës së rregullatorit të energjisë elektrike, ta analizojmë dhe ta dërgojmë në gjykatë dhe të kërkojmë mos përkohshme, pra mos implementimin e këtij vendimit deri në momentin që vërtet krijohen kushtet që të ketë treg të lirë. Ky vendim ka nxitur reagime e kundërshtime nga bizneset vendore. Komuniteti i biznesit dhe disa parti politike kanë kërkuar shtyrjen e kërkesës së ZRR-s për treg të hapur energjetik. Dhoma e Tregtisë dhe Industrisë Kosovë ka paralajmëruar se do të nisë betejën ligjore për të kundërshtuar vendimin e zyrës së rregullatorit të energjisë për liberalizimin e shpejtë të tregut të energjisë, pasi siç thuhet është marrë pa një analizë të mirëfillt dhe pa asnjë konsultim me palët e interesit. Kryesuesi i KGJK-s Albert Zogaj tha se aktualisht janë të lira 28 pozita, por 8 prej tyre janë të rezervuara. Propozimi është që ne të shkojmë në një konkurs me 20 pozita të lira, 8 janë të rezervuara, të shkojmë edhe procesin që është i papërfunduar me pozitat të rezervuara dhe në momentin që do të kemi të përfunduar procesin me pozitat e rezervuara, do të kemi edhe një proces të veçantë po besoj për pozitat e rezervuara, pra konkursi do të jetë serioze për 20 gjyqtar të ri në gjykatën shkallësore. Këshilli Gjyqësor i Kosovës i ka propozuar presidentes të Kosovës, Vjosa Osmanit, riemërimin e 45 gjyqtarëve me mandat të përhershëm.
Mandati fillestar i gjyqtarëve përfundon më 30 qershor 2025. Komisioni pas vlerësimit të performancës së gjyqtarëve me mandat fillestar brenda afateve të caktuara ka hartuar raportin përmbledhës. Bazuar në raportet e gjyqtarëve vlerësues, komisioni ka vendosur në mënyrë unanime për vlerësimin sipas shkallës së vlerësimit si në vijim. Mbi 67 deri 82 pikë, komisioni ka vlerësuar 32 gjyqtarë për vlerësim, me vlerësim shumë mirë dhe mbi 82 deri 89 pikë, komisioni ka vlerësuar 13 gjyqtarë me vlerësim të shkëlqyeshëm. Duke marrë parasysh vlerësimin e performancës sipas të dhënave të lartcekura, i rekomandoj Këshillit Gjyqësor të Kosovës që të propozoj te Presidenti e Republikës së Kosovës riemërimin e 45 gjyqtarëve me mandat të përhershëm. Kryetarja e Komisionit për Performancë, Teuta Ibrahimi, tha se në mënyrë unanime është votuar riemërimi i këtyre gjyqtarëve me mandat të përhershëm. Nga 1 korriku 2025, gjykatasit Fisnik Muli dhe Vlora Pacoli Regjepi u avancuan në dhomat e shkallës të gjykatës komerciale. Po në këtë mbledhje të Këshillit Gjyqësor të Kosovës, u shpall konkursi për kryetar të gjykatës themelore të Gjakovës dhe atë të Pejës, si dhe konkursi i brendshëm për gjyqtar në Gjykatën Supreme të Kosovës e konkursi i brendshëm për gjyqtar në Gjykatën Supreme të Kosovës. U formuan edhe disa komisione vlerësuese për intervistimin, vlerësimin si dhe rekomandimin e kandidatëve për gjyqtar mbikëqyrës si në Gjykatën e Pejës, Mitrovicës. Ambasadori i Gjermanisë në Kosovë, Jorn Rodhe, tha se Kosova urgjentisht duhet të formojë institucionet dhe se politikanët duhet të vendosin shtetin të parin. Pas dështimit për herë të 22 të konstituimit të kuventit, Rodhe theksoi se kjo situatë është kthyer në një blokadë që po ndikon negativisht në perceptimin e Kosovës nga jashtë. Rodhe tha se mungesa e institucioneve funksionale jo vetëm që ndikon në proceset e brendshme të vendimarrjes, por gjithashtu pengon Kosovën të përfitojë nga iniciativat ndërkombëtare, siç është plani i rritjes i Bashkimit Evropian. Ambasadori i Gjermanisë në Kosovë, Jorn Rodhe, thot se blokada në kuvend vjen si pasojë e moskompromisit mes partive politike. Të martën, deputetët dështuan të konstituajnë kuvendin edhe në përpjekjen e 22. Ashtë në tentimin e radhës, lëvizja vetëvendosje nuk arriti të formojë komisionin për votimin e fshehtë të kryeparlamentarit. Gjykata themelore në Prishtinë ka dënuar me burgim të përjetshëm të akuzuarit Jeton dhe Nexhat Vllasalliu për vrasjen e biznesmenit Bedri Regjepi. Akti gjykimi u lexua nga kryetarja e trupit gjykues, Medje Bytyqi, e cila deklaroi se të akuzuarve në dënimin e shqiptuar i u llogaritet edhe koha e kaluar në paraburgim. Të akuzuarit Jeton Vllasalliu dhe Nexhat Vllasalliu janë fajtorë për shkak të veprave penale të kryera në bashkëpyrje dhe atë veprën penale vrasje rënd, si dhe veprën penale dëmtimi varreve apo kufomave. Andaj kjo gjykatë, në bazë të dispozitave të Kodit Penal të Republikës së Kosovës, si dhe dispozitave të Kodit të Procedurës Penale, të akuzuarit i gjykon me dënim me burgim të përjetshëm. Të akuzuarve në dënimin e shqiptuar ju llogaritet edhe koha kaluar në masën e paraburgimit. Ashtu që të akuzuarit Jeton Vllasalliu i llogaritet koha kaluar në paraburgim nga data 13 prill 2021, ndërsa të akuzuarit Nexhat Vllasalliu nga data 18 kush 2022. Në akt gjykim parashihet që secili nga të akuzuarit t'i paguajë shpenzimet e procedurës penale 300 euro dhe në emër të fondit për kompensimin e viktimave të krimit nga 50 euro. Për realizimin e kërkesës pasurore juridike, pala e dëmtuar udhëzohen në kontest të rregullt juridiko-civil. Ankesa në gjykatën e apelit kundër këtij akt gjykimi lejohet në afat prej 30 ditësh nga dita e pranimit të akt gjykimit. Aktakuza e prokurorisë themelore në Prishtinë, Jeton dhe Nexhat Vllasalliu e ngarkonte me veprën penale vrasje e rënd dhe dëmtim të varezave dhe kufomave. Në aktakuzë thuhet se prej periudhës 9 janar 2021 deri më 8 prill 2021 të pandehurit Vllasalliu në bashkëkryerje pas marrëveshjes paraprake kishin filluar planifikimin për të privuar nga jeta të Bedri Regjepin me qëllim të fitimit të dobisë pasurore. Përfaqësuesit diplomatik të vendeve anëtare të Bashkimit Evropian në Kosovë kërkuan formim të shpejtë të institucioneve të reja në vend pas zgjedhjeve parlamentare të 9 shkurtit.
Të njëjtit nënvizuan nevojën që Kosova të ketë institucione për të adresuar përgjegjësitë e reformave në procesin euro-integrues, si dhe zbatimin e zotimeve në dialogun me Serbinë, përfshirë edhe themelimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe në Kosovë. Shefi i zyrës së Bashkimit Evropian në Kosovë, Ivo Orav, tha se ju duhet një partner në pushtetin ekzekutiv që të flasim për hapat e radhës se si të afrohet Kosova më pranë Bashkimit Evropian. Ai theksoi se për të ecur përpara, ju duhet një bashkëpunim i mirë dhe ngushtë me autoritetet e Kosovës, derisa ritheksoi se masat ndaj Kosovës kanë filluar gradualisht të hiqen. Duke porositur nevojën e themelimet të asociacionit, Orav pati një porosi për Kosovën që të mos shikojë gjithmonë se çfarë bën Serbia, mirë po të bëjë detyrat e veta. Drejt Bashkimit Evropian, rruga drejt një zgjidhjeje, të organizuar të mërkurën nga Instituti PIPS dhe FOL. Pjesë e këtij diskutimi ishte edhe ambasadori gjerman në Prishtinë, Jorn Rode, i cili tha se qytetarët në Kosovë janë të frustruar dhe irrituar politikisht me ngërçin politik të krijuar. Ai përmendi se nesër do jetë vazhdimi i seancës për herë të 23 për konstituimin e kuvendit, derisa pyeti se çfarë imazhi është ky në sytë e tyre. Ndërkaq, ambasadori francez në Kosovë, Oliver Gerot, duke paraqitur nevojën e themelimit të institucioneve të reja pas zgjedhjeve të 9 shkurtit, adresoi 2 mesazhe. Ai tha se Kosova nuk është e izoluar, përveç, siç thoi ai, nëse izolon vetveten duke mos i dëgjuar miqt dhe gjetur arsye dhe shkase për mos respektim të zotimeve të ndërmarra në procesin e dialogut. Gerot ritheksoi se draft statuti i asociacionit i hartuar nga Bashkimi Evropian nuk është një Republika Srpska. Thirrje për formim të institucioneve të reja në Kosovë bëri edhe ambasadorja e Holandës në Kosovë, Karim Boven. Konstituimi i kuvendit ka ngecur pasi lëvizja vetëvendosja nuk po arrin të sigurojë 61 votat e nevojshme për të zgjedhur Albulena Haxhiun kryetare të kuvendit. Partitë që deri më tash ishin në opozitë po kërkojnë tjetër kandidat, pasi sipas tyre Albulena Haxhiu është emër i papranueshëm. U kthem në studio për të diskutuar për çështjet që kanë të bëjnë me ekonominë në vend, po ashtu edhe për çështje politike në vend, po ashtu edhe për çështjet e gjyqësorit. Dje patëm një ballafaqim të ministrit Peci me drejtsinë, i cili u bë edhe një hulumtim brenda Ministrisë së Drejtësisë të Bujqësisë, më falni. Po për këto dhe shumë detaje të tjera me mua në studio janë Mustafa Kadriaj, zoti Kadriaj, faleminderit shumë që erdhe në Info Day. Ndërkaq në anën time të majtë është Klinaku, zotri Klinaku, faleminderit shumë që gjete kohë që ti jesh pjesë. Faleminderit për ftesën. Po e nisim me juve, zotri Klinaku, me qenë se e proklamuam çështjen me ministrin Peci, i cili dje është ballafaquar me prokurorin për akuzën për keqpërdorim të detyrës, ashtu siç u tha edhe në të gjitha mediat. Si po ju duket e gjithë kjo çështje që është ngritur dje? Në parem veprimet e prokurorisë në këtë rast janë në kodër të diskrecionit të saj për me ndërmarrë veprimet hetimore për çdo rast, edhe në këtë rast ka vepruar ashtu. Prokurori ka autorizim përkatësisht ka bazë ligjore që të ndërmarrë veprimet ligjore për të hetuar dhe proceduar gjitha çështjet të cilat në formë ose në formë tjetër janë bë, si më thonë, të dijshme për institucionet e drejtësisë, hetuesin apo edhe vetë prokurorin. Në këtë rast, përveç informatave që kanë mujtë me pas përmes burimeve të tyre të hetuesisë dhe informatave tjera, është bë një bum i madh mediatek lidhur me disa keqpërdorime të pretenduara, se në këtë fazë janë vetëm pretendime dhe asgjë tjetër. Kena pas, si me thonë, një bum të madh mediatik ku është fol për keqpërdorime në këtë ministri, po edhe në institucione tjera, të cilat prokurori ka autorizim që të ndërmarrë veprime, të bëjë hetime dhe me mekanizma të cilat i ka në diskrecion të ndërmarrë gjitha veprimet për mbledhjen e provave deri tek si me thonë, sigurimi ose krijimin e bazës së mjaftueshme që të ndërmarrë veprimet për ngritjen e akt akuzës dhe ky rast të trajtohet në gjykatë. Mirë po në këtë fazë. Nuk po flasim vetëm për një institucion, janë edhe disa institucione të tjera të involvuar në këtë rast.
Si me thonë, në rastet kur kemi të involvuar dy ose më shumë institucione, atëherë kemi të bëjmë me një organizim kriminal përkatësisht veprimeve të organizuara kriminale të cilet mund të jenë apo mos të jenë të kryera. Në këtë fazë është herët për me thonë një diçka tillë edhe vetë për ata të cilet i kanë informacionet në zyre, e limo për neve që nuk dim për prova dhe gjithë ato të cilet ka mujt me po prokurori dhe gjyqtari procedurës paraprake, në këtë rast nëse ka shkullonda tek ai. Mirë po, për si rezultati e inkriminimit të dy ose më shumë institucioneve dhe organizatave të ndryshme, atëherë kjo rast po trajtohet prej prokurisë speciale, pra nuk është vetëm një individ që ka bënë një keq përdërim të pozitës apo autoritetit zyrtare, që në rastin konkret do të trajtohen nga gjykata themelore dhe prokuria themelore departamenti për krime të rënda, po si rezultati implikimeve më të larta atëherë po e trajton departamenti special si departament i cili në bazë të kompetencave dhe autorizimeve të tij bie në domenin e fushëve veprimtarisë asaj prokurie. Në këtë rast kemi vetëm një dyshim, nuk ka një dyshim të bazuar, as nuk ka një dyshim të bazuar mirë, në momentin kur prokuria e shtetit në bazë hulumtimeve dhe gjetjeve dhe provave materiale dhe jo materiale të cilat mund t'i ka në land për këtë çështje, atëherë mund të krijohet një dyshim i bazuar mirë. Në momentin kur kemi një dyshim të bazuar mirë, atëherë prokurori ka në autorizimet e tij, si më thonë, ngritjen e akt akuzës, mandej përmes akt akuzës do të propozoj gjitha provat, gjitha faktet të cilat i kam mbledh gjatë fazës përkatësisht periudhës hetimore që e ka bë dhe të trajtohet në gjykatë. Prokurori në këtë rast, sipas kodit të procedurës, ka afat 2 vjeçare për hetimin e kësaj çështjes. Në rast të caktuar kur kemi implikim më të madh, ku kemi më shumë se 4 persona, kodi i procedurës penale përcakton edhe një afat shtesë për rastet më të komplikuara për plus 6 muaj të hetimit. Pra, prej momentit kur prokurori ka nxjerr vendim ose ka marrë një akt vendim ose do merr një akt vendim, ka afatet e përcaktuara sipas kodit të procedurës për me zhvilluar dhe me mbledh gjitha provat nga tereni. Në rastet caktuar kur një provë është e pakapshme, kur një provë është e paarritshme, atëherë prokurori mund të bëj pezullimin e vendimit përkohësisht derisa të çosin të ajo prova dhe të vazhdoj ose të rifilloj hetimet për çështjen konkrete. Deri më tani kemi të intervistuar ministrin dhe nëse kujtoj saktë drejtori Avukit. Këtu kemi një implikim të 2 ose më shumë institucioneve dhe në ditët e ardhshme mund me pas edhe të intervistuar tjerë. Mirë po, këtu janë në domenin dhe si më thon, rasti është bukur herët, si më thon, për me trajtu ose me jap një epilog për kohën ose ka përshkon procedura. Në këtë rast nuk kemi informacione të mjaftueshme, është bukur problem për me thonë që kanë me u siguru prova në teren për me arrit qëllimin ose dyshimin e bazuar mirë, siç e njeh si terminologji juridike. Në momentin kur në bazë të provave të cilat i ka mbledhur prokurori në këtë procedurë, në momentin kur krijohet një dyshim i bazuar mirë se të njëjtit mund të kenë kryer veprën penale, atëherë më njëherë do të ngritet akt akuza dhe gjitha këto do të shërtohen në gjykatë. Zotëri Klinaku, duke ditur, falë zotëri Kadia, duke ditur gjithë këtë korupcion i cili po flitet për shumë goxha të mëdha brenda Ministrisë së Bujqësisë dhe në gjendjen të cilën ekonomike jemi në vend, sa do të ketë impakt nga ana ekonomike edhe daljes së skandaleve të tjera korruptive, ashtu siç është paralajmëruar në shumë shpesh edhe në media tona. Duke ditur se kjo qeveri ka ardhur në krye të saj për të luftuar korrupsionin dhe të mos bëhet pjesë e saj. Sporët do të komplementoj edhe bashkëfolësin më në një trajtim është shumë profesional dhe pa këtë pjesën nuk ka nevojë as ta debatoj më shumë, sepse ndaj që kishte kompetencë dhe këto do të përgëzoj fitimin. Kur të flasë këtë pjesën do të impaktin, efektin ekonomik, sepse këtë pjesën anën juridike, dhe asë nuk du të futëm në atë pjesë, dhe pse gjithmonë nga ana logjike vlerësoj që po du të vlerësoj edhe institucionet relevante këtë rast, dhe prokuria e këto që besoj që kanë pasur ata një bazë të dozës dyshimit që më marrë ata pse në atë hap, sepse nuk vlerësoj që nuk janë aq vetëm kota dhe të shkojnë atë bënë kësi lloj filma, kësi lloj skena, sepse është çështje serioze. Sepse nëse del që nuk ka diçka të tillë, në një mënyrë bie thjesht kredibiliteti i prokurorisë, po ne kemi pa edhe shumë dokumente. Si që përmend edhe fitimi që kjo ende është do të thotë në pjesën e dyshimit, por që
A ka gjasa që ka ndodhë aferat, mëse po flasim në realitetin balkanik, është diçka e pritshme dhe për mund nuk është diçka që edhe nëse ka ndodhë, nuk është diçka që që o bati se ka ndodhë më heret edhe ky minister edhe këto agencion është shumë normal. Në momentin që sillet të rrethonës monetare, paros kanë rënë këtë gradë, çdo zyrtare, gjithë atë, me një farë se ekonomist e marrë si të pritshme që mund të më ndodhë atë, po se çfarë do të ishte dasht, normal që me pas qeveria, me pas ministra, me pas institucione me nivelin më të lartë të moralit të kryerjes së detyrave të gjitha, por që si që hapet edhe ju temen, kur flasim për gjendjen, momentumin, lërsoj që është ndër momentumet më të këqija për Republikën e Kosovës, nuk kemi institucione, që ta shknejna do të thotë po flitet për këto fare bastiset, intervenimit e prokurorisë, do të thotë për tash të një anë tjetër, do të thotë korrupsionit, edhe nuk pritet me pas edhe institucione tjera, do të thotë Kosova tash këtë kohë ka masa, ka të gjitha, pra vetëm perspektiv të një shteti normal nuk ka. As nga ana politike, diplomatike, ekonomike, të gjitha, që mund të amërëment se çfarë gjendit palakmueshme jem nga ana perspektives ekonomike. Pra, edhe ky projekt buxhet që është miratu, ky buxhet për vitin 2025, pra nuk po merr rrugën e vet, nuk po zhvillohet sepse nuk i qeveri të mandatumne që në fakt mi realizu ato projekte çfarë veti ka parashiku, që është një diçka tash në bazë të afateve ligjore, me sa e di do thotë në fund të qershorit bëhet në fakt rishqyrtimi i buxhetit për vitin 2025. Ata ne na jemi në fund muajit maj, do të në fund muajit të 5, për nuk ka fare diçka aktivitet ekonomik, sepse me sa di edhe avokatët mund ta di më mirë që qeveria pa mandatune nuk mund të bëjë ato lloj procedura si një qeveri që ka mandat, por është një diçka që këto projekte do të mbesin pezull derisa nuk do të ketë qeveri, po ashtu edhe masat që ka paralajmëruar BE-ja që do t'i largoj nëse do të kemë qeveri të re. Pra, këto ka një grumbullim të probleme që po të kishte vetëm pak, do të thotë takt patriotik nga ana parlamentarëve dhe e mandatarit për ta formuar qeverim, ndërsa që dita është shumë e gjatë për ta prolonguar institucionet, por këto po shihet që apetitet e tyre të smuta, të ulta, pra pa pik patriotizmi, pa flas përgjithësi për deputetët, por në këtë rast mandatari për qeveri dhe partia e parë, vlerësoj që është, unë edhe avokatët mund ta di më mirë, por praktika ka treguar që ti duhet t'i bëj numrat para, tani me shkuti në sanë, sepse ne mund t'ja kujtojmë edhe kohën kur ka qenë panë kjo ngërçi politik 2014, pra ata nuk shkonin fare në seancë sepse nuk i dinin ai ka numrat, por diçka që ti do t'i siguron numrat tani më shku. Kjo po sillet sikur se mja pas borxh gjithë deputetët, gjithë shoqëria që ne ta themelojmë qeverinë ose parlamentin, të jenë në demokraci. Do thotë për atë arsye shkon zgjedhjet, del dikush i pari, por nëse nuk i ke numrat siç e ke pas më herët, do të bëjnë një marrëveshje paraprake me një eks subjekt politik që për të vazhduar matute, por jo në këtë me një mënyrë me atë shpresën që inshallah më votojnë kandidatën për krye parlamentare që aty tash ka mbetë, me thonë ai qelsi, por që tash më dhe si media, si opinionët, gjithë ne po e dim sa shumë u të zgjatë, që është diçka e panevojshme dhe krejt kjo po i faturohet qytetarit, biznesit, perspektives ekonomike që derisa nuk do të kemi institucione, do të kemi këtë momentum të palakmueshëm ekonomik dhe perspektivë të shtetit të Kosovës. Po flasim për 23 seanca që do bëhen me ditën e djeshme. Zoti Klinaku, nga ana juridike tha se janë bë 13 shkelje të Kushtetutës së Kosovës duke nënshkruar marrëveshje që nuk kanë të bëjë me qeverinë në detyrë, pra kanë nënshkruar ligje, kontrata të ndryshme që nuk do të bëjë nëse je në detyrë një qeveri. Në parem, një qeveri ndërheqje ka vetëm, si me thonë, rol prezentues, nuk ka të drejtë vendimarrje. Në momentin kur këta kanë jep ndërheqje dhe
si me thonë komisioni vlerësues për mandatimin e deputetëve ka vlerësuar që deklaratat ose deklarimet në opinion publik përmball mediave kanë deklaruar se ato kanë ndërheqje pa respektuar një procedurë të veçantë dhe se veprimi i tillë, se qëndrimi i tyre publik është konstatuar se kanë jep ndërheqje nga pozicionet e tyre qeveritare dhe ju ka njoft mandati i deputetit, atëherë më kompetenca e tyre është vetëm kompetencë prezantuese dhe jo vendimmarrëse. Këta përshjet qartë që janë, si me thonë, matematika ose loja politike që po i bojnë se cila parti veç e veç, nuk ka kjo të bëj me atë se nuk e njohin rregullore, nuk ka kjo të bëj me atë se nuk e njohin ligjin, s'ka të bëj kjo me atë se nuk e njohin kushtetutën dhe veprimet. Unë vlerësoj se këta janë të vepruar qëllimisht. Prej asoj të konstituimi i kuvendit e zgjidhja e mandateve të deputetëve përkatësisht njohja e atyre mandateve e deri tash tek kjo nyja që është bërë të zgjidhja e kryetarit kuvendit. Është, si me thonë, jemi dëshmitarë asaj se në fillim është propozu zgjidhja e kryetarit të kuvendit, ku pas 4 seancave këta kanë ndrru metodën dhe po kërkojnë, si me thonë, ndryshimin e votimit. Si me thonë, është një lojë politike që dështimet mos shkojnë në diskrecion të dështimit të kryetarit të kuvendit për kasirë zgjidhjes së saj, po dështimet po shkojnë tash në diskrecion të asaj se jena të folë për një rregullore përkatësisht mënyrës së votimit. Kjo bëhet komplet për, si me thonë, për loja politike dhe qëllimet të subjekteve politike, duke pas për bazë tash kena në fundin pothuajse të mandatit të presidentës, kemi përpara zgjedhjet lokale dhe këtu janë kalkulime për zgjedhjet e ardhshme përkatësisht për atë se cili kryetari i kuvendit do të kaloj në pozitën vakante të presidentës ose presidentit të ardhshëm. Kjo është një lojë politike që po e bojnë secila partive që veç e në veçanti lëvizja vetëvendosin kuptim të numrit më të madh të deputetëve dhe, si me thonë, kreditet që ka pas për obligim për sigurimin e votave për zgjedhjen e kryetarit dhe qeverisë deri tash më do ishte veçortë e kryme. Po, duke pas për bazë rrugën që e kemi përpara, ato si thash më herët zgjedhjet komunale dhe zgjedhjen e presidentes, ato, si me thonë, janë të provu që me prolongu këtë proces në fat sa më gjatë, deri kur me një pozicion ideal ku do ndërhyjnë ndërkombëtarët dhe, si me thonë, të shkohet në zgjedhje dhe të vendoset për zgjedhje lokale, për zgjedhje qendrore dhe për zgjedhjen e presidentit në mënyrë që mos të Po këto bashkë është kohë gjatë, presidentja ende është herët e ka dhe një vjetë. Jena të shku në drejtim të qasaj edhe, si me thonë, nuk... E urojmë që më zbohen bashkë se... Nësë përmojmë i kryve që veç punë, jo se këtë grumbull. I bje një qështje. Unë e vlerësoj që kjo është qëllimi tyre, Se kushtetutja nuk po ndërmerë kur gjarë, nëse bje që janë bë 13 shkelje. Pse nuk kemi një reagim nga gjykata kushtetuese? Çka duhet me pas faktikisht reagim ose masa? Gjykata kushtetuese ka rolin pasiv. Ajo nuk ka të drejtë, si me thonë, të... Në dalë në për kësi opinione, por... Ba dikush diçka, kjo dhe në më mirë, po. Ajo ka rolin pasiv dhe ajo, si me thonë, veprën vetëm në bazë të kërkesave dhe rasteve të cilet iniciuan në kuadër të saj. Ajo japi opinione, nuk jap vendime dhe nuk janë të zbatueshme. Praktika në Kosovë ka tregu që vendimet e gjykatës kushtetuese duhet të respektohen, po nuk ka një mekanizëm, si me thonë, implementues, nuk ka një mekanizëm, si me thonë, të plotfuqishmërisë. Ato duhet respektohen si opinionet të cilat duhet të respektohen nga secili institucioni i Kosovës, secili qytetari i Kosovës, po jo edhe mekanizma represiv që të detyron secilin qytetar ose secilin institucion ose pozicion shtetëror për me respektu kushtetutën. Deri sot, përkatësisht kena pas opinione dhe deklarata që e kanë godit edhe institucionin e gjykatës kushtetuese, mirë po besoj që kjo nuk i bën derë demokracisë. Vendimet, opinionet e gjykatës kushtetuese duhet jenë, na e kena mësuar edhe prej, ose si me thonë, është provu që të gjeneratat e reja të cilët rrugtojnë juridik
dhe dalin jurista, gjyqtar, avokate, prokurorë dhe, si me thonë, pozicione tjera relevante, ku, si me thonë, një periudhë e gjatë kohore për profesorët tonë ka qenë kërkesë që opinionet e gjykatës kushtetuese nuk diskutohen, ato veç duhet zbatohen dhe duhet respektohen ashtu si të mirëqenia se si që janë vendosur. Po politika nuk po e respekton këtë parim. Nuk po e respekton si rezultati asaj të mosës represive që nëse nuk e zbaton një vendim të gjykatës penale për një zbatim gjobës, denimit përkatësisht ose vojtjes së denimit, aparati shtetëror të nxjerrë me zër për me zbatu atë imperativ, atë vendim që ka arrit për të fuqishmërinë. Ndërsa të opinionet e gjykatës kushtetuese, si me thonë, nuk ka një aparat që të obligon ose të detyron për me respektu. Politika, si me thonë, po bën presion që vendimet e gjykatës kushtetuese, përkatësisht opinionet e gjykatës kushtetuese, mos të zbatohen si të mirëqenia. Si të mirëqenia mirë, po ato të zbatohen bazë të pozicioneve të tyre ku janë dhe apo i bjen tamam ajo. Kjo është, si me thonë, vlerësimi përkatësisht vendimet e gjykatës kushtetuese. Nuk dojnë ta shohin rolin e kësaj gjykate ashtu siç është pa herave të kaluara. Po kemi pasë po kemi pasë të rrëzim të presidentit për shkak të vendimit që ka ardhur nga gjykata kushtetuese. Në rast të caktuar përkatësisht në periudhë gjatë kohore janë respektu vendimet. Është respektu gjykata kushtetuese, është respektu në vazhdimsi. Dhe kjo ndoshta ka qenë një prej nuanca të mira të shoqërisë të Kosovës dhe përgjithësisht institucione edhe të shtetit tonë përgjithësi, por që tash këtë kohë në fundit në fakt kur flas për kryeministrin aktual i ka ataku duke filluar nga gjykata, prokurori, sa dhe bizneset, çdo kënd, dhe mediat, është një diçka që i ka kriju disa lloj tema dhe i ka prek ka hyrë në disa ujëra që pa marrë parasysh se qeveritë e kaluara kanë mujt të abuzojnë, ka pas do të thotë perceptim të korrupsionit të gjitha. Por, kur është fjala të pjesa e gjykatës kushtetuese, apo këto, interesant është që edhe për të përgëzuar që janë respektuar institucionet. Por, kur flasim tani, është diçka që partia që është atash fituese dhe që ende ka qeverinë do thotë në detyrë, po tenton me një mënyrë ta ndryshon komplet një kurs të veprimit duke atakuar çdo gjë që është krijuar më herët, që me një mënyrë çdo gjë që është bërë më herët është diçka që nuk ka qenë mirë për shtetin dhe shoqërinë e Kosovës, dhe po tenton me një mënyrë ta ndryshon kohën edhe perceptimin e të qeverisurit në vendet të institucioneve, por unë vlerësoj që institucionet tona janë kriju përveç që me mund, por edhe me përkrajën e miqve ndërkombëtar. Kështu që unë vlerësoj që pa marrë parasysh ambicet e kryeministit Kurti dhe kësaj partie që është tash fituese, nuk do të mund të ndryshojnë kursin dhe veprimin dhe sjelljen e Republikës Kosovës, si në aspekt politik, si në aspekt juridik dhe në aspekt ekonomik, sepse Kosova është orientuar për shembull në aspektin ekonomik, në ekonominë e tregut, pra duke respektuar do të thotë ligjet e ekonomisë së tregut, kërkesë, ofertë, pra ky ka tentuar që të banë ato lloj çmime tavane të gjitha që në fakt kanë rënë ndesh me vetë kushtetutën e Republikës Kosovës. Pra, tash më ka dalë edhe tregu i lirë. Unë edhe në këtë pjesën e tregut të lirë, ndëgjoj se term më duket interesant, po te rasti e energjisë elektrike, te së pari jetë monopol si në prodhem dhe po ashtu që ja ke shi dikoj, dhe si Kosovë. Dhe në fakt, kur flasëm të pjesa, kur blenë diçka me shumicë, potencialisht në ekonominë e lirë, në tregën e lirë, potencialisht të blenë me një çmim më të levërdishëm, sepse vëllimi që blenë është më i madh. Pra, qeveria po tenton ta largon barrën nga vetja dhe me një farë më u kalu barrën biznesëve dhe këtu po bin ndesh me ato premtimet e subjekte politike, po dhe këtij subjekti që është duke qeverisë deri më tani, sepse ti po i thu që ato biznese që i kanë, do thotë mbi 50 punëtor, mbi 10 milion euro qarkullim në vit, ato duhet ta gjejnë me një farë mënyrë në tregun e lirë në fakt energjinë elektrike, por
tash cili është motivi aty në biznesëve të veprojnë dhe të kryejnë aktivitetin e vetë në Kosovë, sepse unë po paguaj taksa dhe tatime dhe në fakt produktin që është shumë domethënës, dhe energjia elektrike, me në farmyrë të thjesht po ma kalon barën vetë, që po ka ndihmesa për ta. Pra, me një farmyrë cila është përkraja e qeverisë dhe është më shumë nëse një biznes do të thotë punëson në 50 punëtorë dhe bën një qarkullim 10 milionerë, pra je ban 2 mira qeverisë, se para do të thotë që ata punëtorë nuk kalon në fuqi pasive, por do të thotë janë dikun të sistemun punojnë dhe krijojnë tyra për familjet e veta, po ashtu edhe qarkullim 10 milionerë mund të merr me mend nga ona ekonomike dhe nga ona e tatime, për shembull sa tatimin fitim, sa të vëshëja, sa tatimin bërim për punëtore, e plot tatimet që paguajnë ai biznes në arkën e shtetit. Dhe ti në fund po i thu diçka, kjo s'po më intereson mua, ti gjeje energjinë elektrike vet, dhe kjo në vlerësoj që do të arrit gatishmërinë e bizneseve për të larguar nga vendet dhe kush po dëmtohet thjesht perspektiva ekonomike e Kosovës dhe vetë qytetarit në vend. Pra unë vlerësoj që këtë drejtim edhe këto vendimet e zërrese, këto unë vlerësoj që janë arbitrare, pa hinat pjesën ligjore që ka është arbitrare, po më mënoj që është të pa konsultuara, do të thotë nuk kanë marrë fare mendimin as biznesëve, as të atyne shoqata që mbrojnë interesin e qytetarit, pra është do të thotë në kokë me vete dhe vetëm se nuk do mend që vendimet e zyrës pa marrë parasysh që janë vendime në veten e parë, ndërsa që mrapa qëndron thjesht qeveria në detyrë dhe këto nuk mund të ma hek askush nga mendja. Është përderisa edhe vetë kryeministri është deklaruar, saqë me Saadia deklaruar që me pas edhe një çmim edhe më të lartë për energjinë elektrike. Kështu që tani kur flasu në vend që Republika e Kosovës me ato kapacitete që i kem të thëngjillit ne të jem eksportues dhe kjo qeveri të bënte diçka në prodhim. Une jam deklaruar dhe tash do ta kisha përkra një vendim të tillë sikurse të bëjnë një lloj diskutimi publik dhe për 5 vite do të paguajmë më shumë që ta ndërtojmë një stabiliment të ri, një Kosovë të re që mbas 5 vite ose 10 vite ne do të bëjmë zgjidhjen me një mënyrë jo të përjetshme, po për një afat shumë gjatë, që edhe për prodhim vendor, po edhe mundësish me që në fakt thjesht eksportues se i kem thjesht kapacitetet tona. Por që me një mënyrë në vazhdimsi po ka rritje, dhe nga gjithë ky mandat qeverisës patëm 3 herë rritje të energjisë elektrike. Por edhe kjo rritje tani nuk do të thotë se do të ndalet me këtë çmim. Pra në diçka që lunë të një rritje çmimi në nivel global të energjisë elektrike, ne do të diktojmë se në momentin që je importues ti nuk je shtet që dikton tregun global, as nga ona brutoprodukte, as nga ona tregtisë, pra ti je me një mënyrë një vagon i fundit i gjithë ekonomisë botërore dhe mund ta marrë me mend që ndikimi, impakti ju në nivel global, as në nivel diplomatik, as ushtarak, as më shumë në nivel ekonomik, pra brutoprodukti jonë është i papërfillshëm nivel të botës. Kështu që qeveria aktuale në fakt nuk pat as diskutim të bëjë diçka lidhe me zgjidhjen e problemit të energjisë elektrike, por më e lehta që e ka ende mekanizmin që merr vendime, por që ajo në vendime në interes të biznesit dhe të ekonomi familjare, në vlerësoj që jo, edhe për këtë ka pas dhe të reagim edhe të organizatave që mbrojnë intereset e biznesit, po ashtu edhe këto iniciativat që ndalën në protesta, do të thotë për se rezultat që... Qa nuk po tjetë, Mustafa, është se vetëm 16.1% po flitet, e ndërka që nuk po flitet është se nëse kalon ti tarifen prej 800 kW do të paguash me 32. Ajo, përveç që edhe ajo që përmendet jo, du të kemë qarë që kjo 16% nuk do të jetë vetëm se këto do të kemë rritje të drejt për drejt, do të thotë që paguam nesër qytetar. Që shumica për neve e kalojmë atari. Gjithsesi, por është edhe tjetër që kjo rritje çmimit për 16%, kjo do të ndikon edhe tek kosto e biznesit, që biznesi
ende pa ndodh fatura e parë, do të thotë kanë filluar të rrisin çmimet. Pra do të thotë ti do të ke mbi 30% do të thotë të çmimit të produkteve që do t'i blejmë. Është diçka që sepse biznesi ose do të dalë në çmim të vetin, çfarë ati jo i konvenon për që të jetaj në treg, se do të punon biznesi, ose do të falimenton. Nëse nuk falimenton, do të rrisë çmim duke filluar nga gastronomia, nga shërbime, tekstili, shporta, konsumin në përgjithësi, që në fakt jeta e qytetarit pra do të rëndohet edhe duke paguar energjinë elektrike, po edhe 16% që paguan në thëtë në rritin e çmimit të shërbimet dhe produktet që do t'i marrë, do t'i konsumojmë. Pra ne do të na rëndohet jeta jonë, në thëtë për 30%, mbi 30% do të na rëndohet jeta jonë si qytetar rezident në vend. Teksa po flasim për ZRE-n, do kisha dashur me ditë nga ana juridike, mund të rrezohet ky vendim në qenë se kemi parë disa hapa që kanë bërë partitë ndryshme politike, sot edhe FDK-ja doli me një deklaratë që ky vendim duhet gjithsesi të anulohet. Jo vetëm ky vendim, po si më thon Kosova, po si më thon po është praktik e disa vakumeve ligjore, po ka nevojë për vendimet të gjykatës kushtetuese, opinionet të tyre e tjerë. Kjo po ndodh si rezultati një lloj roli pasiv që po luajnë institucionet, të cilat kanë diskrecion për me inicu procedurat pra gjykatës kushtetuese. Për shembull, si shembull me marr Kushtetutën e Amerikës e 1787-s, 87-s me aq pak amandamente, as amerikanët nuk e kanë pëlqyer dhe nuk e kanë përkrahur Kushtetutën në momentin kur është shkruar dhe kur është hyrë në fuqi. Mirë, po çka ka ndodhur në Amerikë? Për një vjet me radhë, ato ashtu quajtura letrat e federalistit kanë shkruar për të mirat, benefitet, spjegimin e kushtetutës dhe krejt me radhë që qytetarët amerikanë i kanë lexuar ato në për të përditshme dhe e kanë pëlqyer, si më thon, një rregullore përkatësisht një akt themelues që ndërton bazën e një shteti. Dhe çka ka ndodhur më vonë, krejt çto letrat e federalistit që kanë bërë interpretim të aty në 10 amendamenteve janë krijuar, si më thon, postulata të pandryshuara dhe praktika për ndryshimin, për funksionimin e shtetit. Në Kosovë nuk ka ndodhur kështu. Pse s'ka ndodhur kështu? Se gjitha institucionet të cilat kanë diskrecion për me inicu procedurë pranë gjykatës kushtetuese, deputet, presidenti, gjykata, avokati i popullit, 10.000 qytetarë përmes organizatave të ndryshme, nëse kishin mund të organizu komunat dhe krejt këto që janë në diskrecion të tyre për me inicu, këtu nuk po inicujnë procedura që i paraprin ngërsheve, i paraprin momentumeve të cilat për në të zjerë neve me kësi vakume ligjore. Të mos vepru në kohë reale gjitha këto institucione, atëherë na po e kemi rezultatet përkatësisht, po e kemi në momentum siç është ky i Kuvendit Kosovës. Sikur avokati i popullit do të vepronte me kohë që të merrte interpretim për gjykatës kushtetuese për të drejtat e qytetarit lidhur me vendimin e ZRE-s dhe vendimet të tjera të cilat shoqëria jon ka dështuar që kena një lloj përtese për më morë me, si me thonë, me tema sociale përmes mekanizmave të ndryshëm, si që janë protesta dhe organizime të ndryshme. Duke qenë se shoqëria jonë po pritën për me protestu për ato se që kanë më të rëndësishme për të, atëherë do është si gardian për me vepru avokati i popullit, sa është në diskrecion të tij për me inicu si procedurë. Këtë vendim dhe gjitha vendime tjera të cilët e prekin qytetarin, do duhet që organizatat të ndryshme përmes mbledhjes së nështrimeve të 10.000 më shumë qytetarëve, avokati i popullit dhe gjitha institucionet tjera që i prekin, që shohin që po prekin të drejtat e qytetarit të inicojnë procedura në gjykatën kushtetuese, mandej gjykata kushtetuese në bazë të ekspertizës së gjyqtarëve që janë ato të nxjerrin vendime dhe këto vendime të shndrohen në normativ për implementimin përkatësisht zbatimin e rregullave përkatësisht veprimeve që na duhet me i respektu ato vendime dhe mos të vim në situata të cilat po vim. Nëse na vazhdojmë kështu, të mos procedurë pranë gjykatës kushtetuese, na kena me prit derisa na ndodh problemi, mandej çet probleme zaurojmë me mujton, atëherë komë ju kujtu dikujt për me procedurë në gjykatë kushtetuese
për një problematik të tillë. Që e vanon edhe më shumë situata. Normal që vanon se lypet ekspertizë dhe analizë bukur e thellë për me interpretu një normë juridike. Dhe mandej se po ndron, po krijohet mandej ose do duhet të ndërtuaj si imperativ, si rregull imperative dhe mos të ndryshohet në të ardhmen. E jo në bazë të fuqisë politike dhe vendosat gjykata kushtetuese mandej neve na krijon një farlloj mishmoshi që ose një rrugë të cilën këmë pas momentume që s'kena me ditë as me dalë. Se mandej, nëse gjykata kushtetuese kishte me qenë ndikume përkatësisht të nxjerrte vendime të cilat do t'ja përshtatte subjekteve të caktuara politike, personave të fuqishëm në krye të institucioneve, atëherë do të vijë në momenti kur interesat e tyre do të jenë të ndryshme prej atyre vendimeve që kanë marrë para 2 vjetë, 5 vjetë e kutadion. Pra, gjykata kushtetuese do të thirret në ekspertizën e saj dhe gjitha institucionet që kanë të drejtë të iniciimit të procedurës të bojnë këtë për gjitha rrotët të cilat i vlerësojnë që janë të rëndësisë për qytetarin, për institucionin e vet dhe për çdo gjë tjetër që është e kësaj natyre dhe të mos vijmë në gjendje çfarë jemi sot, si më thon. Ku vendi vendimet të zërejës dhe gjitha vendimet tjera të cilat përshkojnë në borë dhe kurrezë qytetarit. Në vërtet. Zoti Mustafa dhe Shandale edhe tek një çështje që ka të bëjë me fondet e Bashkimit Evropian të cilat kanë mbetur fatkeqësisht ngrira. Po flasim edhe për fondet që kanë të bëjnë me komunat, të cilat tashmë jemi duke shkuar ka zgjedhjet, ndërkohë që ato nuk po mund të realizojnë premtimet që ata kanë dhënë gjatë fushatës. Po shohim edhe gjendje në Prishtinë, fatkeqësisht e cila ka mbetur kryetështeti me shumë projekte të paralizuara dhe shumë përballje të tjera që po kanë komunat në përgjithësi. Këto masa që i ka marrë qeveria, vlerësoj që le të jenë mësim edhe për këtë qeveri dhe për këndo tjetër, që do të më qenë në harmoni, do të thotë me interesat e BE-s, me interesat e SHBA-s, sepse ne rrugtimin ton me gjitha problemet që kemi pas, dhe kemi pas përmes këtyre 2 superfuqive tash. A na është bë pa drejt gjatë rrugtimit, po pa dyshim dhe na jem vedishmë dhe ne nuk ka nevojë të më na i tregu as kryeministri Kurti dhe as askush kur na bota dhe pa drejt, po për hir të një hapi më të madh. Do thotë i kemi përpi si qytetar, edhe çdo qeveri e kaluar, dhe nuk ka nevojë me na i lut në atë kuptimin padronin dhe të fortin që unë jam ai i cili po e mbroj Republikën e Kosovës, sepse edhe kur është dashur të mbrojë, do thotë kanë qenë këtë dikush tjetër që jemi do të thotë mirënjohës për ata, por që në këtë rast kur flas, do të si rezultati një kryenësie, një veprimi pa konsultuar, i morëm këto masa që edhe tash do thotë BE-ja nuk po i largon tash se ndëgja tash të BE-ja është shumë komode dhe tash po sillet, për shembull tash është deklaruar kur ishte në Prishtinë përfaqësuesi i BE-s që ne largojmë nëse ju i krijoni institucione sa më shpejt. Pra tash ty ta ka gjujt topin ty, pra ti jetoj prolongu këto institucione, të zgjatja e tyre dhe së rezultat i këtyre vonesë do të vënohen edhe projekte. Ato projekte kanë impaktin e vet në realizimin e shumë projekte të cilat na ofrojnë me BE-n. Ne tashmë po do të më marr shembull Shqipërinë që më një kohë kemi qenë ndoshta më mirë se sa Shqipëria, por se rezultat që qeveria shqiptare kishte qasjen pro-evropiane dhe thotë aq mirë është tash në këtë rrugë që do thotë nuk e pret as vitin 2030 ndoshta do të jetë pjesë e BE-s me drejta të plota. Se rezultat që me një familje ka qenë në harmoni me rrugtimin e BE-s dhe unë mendoj që vetëm rasti samitit që organizoi në Tiranë ishte një shembull më i mirë se si duhet të sillemi edhe ne. Pra ne nuk duhet. Ne patëm edhe presidentin përfaqësuese fatkeqësisht. Po ne patëm thjesht presidentin mirë që ka qenë, unë jam për ata me marr pjesë përfaqësuesit tan kudo. Që bën takimin. Kishim me qenë edhe kryeministri, do kishte me qenë diçka tjetër. Po kjo është padyshim, edhe do të doja secili do ta donte, por që këto problemet dhe i kujtohet këto farë thjesht kauzat e kota politike duke atakuar kryeministrin e Shqipërisë si tradhtar, si diçka, por ai po i kryen detyrat për shtetin e vet dhe është aq mirë në rrugën e vet. Ne tash nuk kemi nevojë të marrim shembull BE-n, por ne do ta marrim shembull Shqipërinë, se si ju ka qas kësaj punë dhe ne do të këtë mënyrë të shkojmë,
që tash unë vlerësoj na jemi aq larg, edhe vendet të rejunit dhe balkonit perëndimor, që ne edhe për drita që thonë në fund të tunelit të Zhzbeje, thuaj se fare nuk vrejet, kështu që unë vlerësoj që pak më pas të interes shtetëror, interes kombëtar, parlamenti dhe kushdo tjetër që kanë dhe të mundësin që të kryen këto institucione, vlerësoj që duhet një hap e pare sepse dita është shumë e gjatë për të bërë një hap në interes të shtetit, por unë po vlerësoj si qytetar dhe si ekonomist nuk jena komod një musjel. Unë po habit në kupezhen atë komoditet parlamentarit tanë dhe mandatari për kryeministër që nuk pi banë fare për shtypje thjesht kjo të zgjatje e mandatimit të institucionëm, që kjo impaktin ekonomik e ka mënyrë drejt për drejt për mes projekte, po njëherët e ka dhe anën e diplomacisë ekonomike, sepse asë një investitar dhe asë kush nuk ka disponim të bashkëpunoj, të investoj një vend, kur do të t'i del në profilin e ti, pak një hëllumtim që banë për Republikën e Kosovës, do të ka masa. Nëse flasëm se janë këto masa, në është thonë si ekonomist, nuk do të egzageroj që më thonë, ku me ditë sa masa, por vetë fakti që i ki masat, e ka do të efektin e diplomacisë ekonomike që asë nuk bashkëpunojnë shtetet do të me duart lira, po ashtu edhe një biznesmen, një investitar do të hezitan të investan një vend. Dhe ashtë më shumë këta sikur se nuk u mjaftun me këto sjellje, si cili dalë ke kryeministri, kryeparlamentari, kem rrezik për njësur nga Serbia, jemi në luft, do t'him në luft, dhe cili investitor investon do të në një vend, kur ti do të si të partë e shtetit, del me kësi loj deklarata, ose nësë të thu që ka luft, ti do të fakt të përgatisësh opinionin, qytetarin, gjitha të farë mekanizmat që të njësa është për me rrezik për luft. Jo vetëm ti me luft të ishë populizmin që mos silën ata që one kam i vetëm ne i kim dertin e shtetit dhe me një farë mënyrë e lumë qytetarë që në keni neja. Kjo, po ta kërën atë loj për shtypje që për mua shumë naive, nëse ata kanë atë farë loj për shtypje që nuk ka farë dhe të mua së nuk mund ma mushën mendin që kanë interes shtetëror dhe asë që kanë këtë dertë. Por që nëse gjenë teren të një pjesë opinionit, le gjenë, por për një mendë të të pavarur, vlerësoj që kjo nuk ka kur farë logjike. E vërtetë, gjitha jo e cila thëve fatkeqësisht po jetojmë në një kohë ku nuk po kemi as stabilitet ekonomik, ngërç politik dhe në anën tjetër Bashkimi Evropian duket se nuk e ka njetë që të na i heq këto masat e cilat u ballafaqohemi. Të ndërruar shikusë, unë këtu e përmbylli, falemderoj shumë që gjetët kohë që t'jeni pjesë e Infodesë. Asis, se gjithmonë falemderit për ftesën. Falemderit shumë zëzit. Falemderit për ftesën. Në Infodesë. E neve do vazhdojmë për të folur për çështje të sigurisë në vend. U kthejmë në studio për të diskutuar një çështje e cila ka bërë një bujë mjaft të madhe me deklaratat e ministrit në detyrë Jop Maqedonski, i cili ka proklamuar situatën e rrezikshme të sigurisë, duke thënë se afër 70% të kapaciteteve të ushtrisë serbe janë vendosur jo larg Kosovës. Po për të folur për këto dhe shumë çështje të tjera që kanë të bëjnë me sigurinë në vend, me mua në lidhje direkte është Arben Dashevci, ekspert i sigurisë. Zoti Dashevci, faleminderit shumë që gjete kohë që ti jesh pjesë e Infodesë. Ju faleminderit për mundësinë, mirë se u gjeta. Zoti Dashevci, besoj se i ke pa deklaratat e ministrit në detyrë, zoti Maqedonski, i cili ka thënë se nuk i kemi shumë larg ushtrinë serbe Kosovës. Pse po bëhet kjo gjë në këtë kohë tani, këto deklarata goxha të rëndësishme në kohën ku ne nuk kemi konstituim të kuvendit të Kosovës? Po e nderuar, në atë aspektin e sigurisë, Serbia me qasjen e saj agresive duhet të themi që nuk është ndalur kur. Ajo i lëviz, do me thonë, teknikën e saj ushtarake prej një pjesë në pjesën tjetër, gjithmonë do me thonë që ta zhvendosë vëmendjen e saj të brendshme, duke pas parasysh dhe mos të haruar kur, se me çfarë problemesh ballafaqohet ai shtet në aspektin e brendshëm që do të thotë me qytetarët e saj.
ajo pos që i zhvendos, do me thonë, teknikën e saj ushtarake, ose kapacitetet të ushtarake si ceket 70% të saj. Ajo ka edhe 48, do me thonë, qendra operative ushtarake në formë patkoji rreth Kosovës. Për këtë jemi ndjeni të gjithë, mirë po, ne nuk do të harrojmë, do me thonë, edhe atë pjesën tjetër të botës, pra që do të thotë pjesa demokratike ose NATO. Mirë po, neve jemi çdo herë krah alat vetan, mirë po pse po bën këto deklarata, zoti Dashefsi? Po tash, sa i përket më pari, do të përgjigjem, do më thonë, 2 pyetjet e juaja, por më pari shkova në pyetjen e parë, për ta demantuar, do me thonë, Serbin, sepse ka qenë sekretari i përgjithshëm i NATO-s Rute, ku para 2 dite e ka cekur qartë që kjo qasje destruktive e Serbis të ndaloj. Dhe unë këtë e kam parë sikur atë vrejtjen ose këshillën më të rëndësishme tash në vitet e fundit që është japur nga një sekretar i NATO-s, që do të thotë se ai po e din gjendjen se çka po ndodh në Republikën e Kosovës. Kurse në anën tjetër, në pyetjen tuaj dytë, Republika e Kosovës është pa parlament dhe është pa qeveri. Do me thonë, e gjitha është në detyrë. Këto gjana janë, do me thonë, politike, janë diplomatike, kurse në aspektin e sigurisë, Republika e Kosovës është edhe një koqire Defender 2025 që është datë dhe janë ditët historike për Republikën e Kosovës, se me këtë Republika e Kosovës po e tregon që është partnere strategjike e përjetshme me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe me aleatët strategjik nga Bashkimi Evropian dhe nga 33 vendet anëtare të botës, që do të thotë, sa më përket mua, mendimi tim, si ulumtuesi çështjeve të sigurisë, ndonjë sulm frontal nga Serbia bie poshtë me njëherë. Pra, shancat që të na sulmoj Serbia frontalisht janë të barabarta me 0, gjithmonë sipas mendimit tim, sepse në hapin e parë, kur do ta ndërmerrte Serbia këtë, nëse do të guxonte ndonjëherë ta ndërmerrte, do me thonë ajo do të pallavaçojë me NATO-n. Mirë po këto janë ato kona ku ne nuk kemi, do me thonë, as parlament dhe as qeveri, kjo është edhe arti i politikës, është detyrë e tyre, do me thonë, ta shpjegojmë, por është edhe mendimin jonë që e japin këtë aspekt, duke bazuar në shumë fakte që i përmenda, mjafton ta përmendim që Republika e Kosovës nuk është NATO, por NATO është në Kosovë. Presidenti i Republikës së Kosovës merr pjesë në asamblen parlamentare mu në 30 vjetorin e marrëveshjes së paqes në Dayton. Kjo e tregon përkushtimin e Kosovës dhe përkushtimin e Shteteve të Bashkuara ndaj Kosovës, dhe kjo mjafton në aspektin e sigurisë që ajo qetësia qytetare ka mbretëruar, është duke mbretëruar dhe do të mbretëroj edhe në vazhdim pa ndonjë sulm sipas mendimit tim nga ana ose kjo qasja retorike e Serbisë që nuk është ndalur, nuk ndalet dhe sipas mendimit tim deri në marrëveshjen finale nuk do ndalet as në kohën e ardhshme. Dashefsi ju përmendë pjesëmarrjen e Kosovës në Defendet, një ngjarje goxha e rëndësishme për të gjithë rajonin, sidomos edhe për Kosovën. Mirë po, sa do të kemi të mira nëse marrim pjesë neve në këtë ngjarje? A do të mund të përfitojmë edhe shumë gjërat e tjera në aspektin e sigurisë nëse neve vetë që jemi pjesë e kësaj ngjarje? Po, pyetje shumë e drejtë dhe shumë me vend në kohë të duhur. Shumë ka përfituar Republika e Kosovës. Republika e Kosovës, do me thonë, është në ditët e saj na historike. Për sa mbahet ky ushtrim, ku një divizion i tërë Amerikan, i Shtetet e Bashkuara të Amerikës, do me thonë, aleatit përjetshëm Kosovës, po merr pjesë dhe Kosova është një koqire dhe po e komandon, do me thonë, me partnerët strategjikë stërvitje në historinë e shqiptarëve, kjo nuk mbahet men dhe duhet të shënohet, do me thonë, si datë historike. Kurse sa do të përfitoj. Kosova edhe në kaluarën ka fituar nga partnerët tanë strategjik, sepse gjithë armatimin që ka forca e sigurisë Kosovës, që do të thotë ushtria e Republikës Kosovës, e ka nga partnerët strategjik, e ka nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Kurse tash
Mbas këtij ushtrimi, që do të jetë i suksesshëm formën e saj më maksimale, sepse unë kam thënë në vitin 2021 dhe jam tepër me fat që do t'ja qëlloj dhe ja kam qëlluar kur kam thënë se kapacitetet e plota të ushtrisë Kosovës do të plotësohen në vitin 2028. Dhe unë shpresoj shumë që do të plotësohen në vitin 2028, sepse përkushtimi dhe besimi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, por dhe partnerëve strategjik ndaj Republikës tonë është tepër i madh dhe si mos plotësohet domethënë të gjitha kapacitetet kur ti po merr pjesë, po e komandon, po të regon që je strateg me ta, je i gatshëm për çdo mision me ta, andaj edhe ndihma ushtarake nuk do ndalet, po paguhet domethënë edhe kësti i fundit për Javelin, po bën përgatitjet edhe për forcat ajrore që do të thotë me helikopter dhe kapacitetet sipas mendimit tim dhe shpresoj që do të jemi saktë që deri në vitin 2028 do t'i plotësojmë gjitha kushtet si një ushtri e mirëfillt me standardet plota të NATO-s. Dhe kjo është suksesi më i madh i Republikës Kosovës si shtet. Zoti Dashevsi, do thotë kjo që shumë shpejt neve do të jemi antare e NATO-s duke i plotësuar të gjitha kriteret e nevojshme të cilat i parashe antarësimi në NATO. Po, nderuar djellza, sepse nëse e mbanin mend, hiç më larg se 2 vite ne kemi qenë vetëm vëzhgues, domethënë, në Asamblenë Parlamentare të NATO-s. Kurse Republika e Kosovës më nuk është vëzhgues, është domethënë partner antar i asociuar. Domethënë ne veç se kemi kaluar në fazën tjetër në Asamblenë Parlamentare të NATO-s. Kurse së shpejti, ashtu siç po lovon domethënë presidenti i Republikës atje në Dayton, kërkojmë ngulm që të jemi antar dhe paramenon tash kur ti plotson kushtet, kur të vijnë edhe forcat ajrore. Ne vetë se jemi gati për NATO, do të marrim pjesë, jam i sigurt, siç kemi marrur pjesë me Mbretërinë e Bashkuar në ishujt Falkland, atje në ishujt gat Argjentinës, në Gibraltar ose në misione tjera. Pra Kosova po bëhet e gatshme me gjitha profesionalizmet që i përket domethënë gjithmonë një ushtrie, sepse po specializon edhe të gjitha njësitet e saj dhe kushtet po plotësohen natyrisht, domethënë vetvetiu, por pa i harruar domethënë aleatin e përjetshëm SHBA-t, sepse të marrësh pjesë ti në Asamblenë Parlamentare të NATO-s, në 30 vjetorin kur është arritur marrëveshja e Daytonit, ta shtrohet pyetja: a do ta lejon të ndonjëherë Shtetet e Bashkuara të Amerikës të prishet kjo marrëveshje ashtu siç aludon Jokeri i Rusisë, domethënë Dodik ose Vučić ose dikush tjetër që kanë qasje destruktive. Pra e vërteta qëndron absolutisht tjetër. Ne jemi në anën e demokracisë, ne jemi në anën e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, andaj veç se nuk duhet të ndalemi dhe të përshpeshtojmë procese sa më parë, kurse politika, diplomacia jonë duhet të konsolidohen sa më parë. Ne duhet ta kemi një parlament, ne duhet ta kemi një qeveri, sepse proceset të mëdha po të presin ty si Republikë e Kosovës, po të pret asociacioni, po të presin barierat mëdha dhe këto barierat duhet të i kaluar vetëm me diplomaci dhe me politikë të mirëfillt të një shteti. Le të formohet qeveri pa marrë parasysh pe cilës parti, vetëm qytetarët po kërkojnë që të formohet kjo qeveri. Populli që i kemi votuar po kërkojnë që të kemi parlament dhe qeveri, sepse proceset në Republikën e Kosovës në aspektin e sigurisë nuk mund ndalen, mirë po kur ta keti qeverin dhe diplomacin, që të shty proceset përpara, gjithçka do të jetë në rrugën e duhur për ne, duke i parë parasysh gjithmonë faktet e patjetërtueshme se sa po ndryshon politika në Evropë dhe në botë. Sa luftëra regionale ke, sa rreziqe ose turbullira në aspektin e sigurisë ke, andaj ne duhet ta ndjekim hapin e nderuar që të jemi me partnerët dhe jo të mbesim prapa tash 3 ose 4 muaj pa qeveri ose pa parlament. Kjo sa më përket mua si qytetari i Republikës Kosovës është nonsens.
E vërtet, zotja shef se ju shumë mirë e thatë punën e konstituimit të kuvendit të Kosovës, ndërka që kemi për këra një shtet i cili si që është Serbia, i cila në çdo moment bën provokimet të ndryshme, ne pame edhe paradën e disa studentëve të Serb të cilat i bënin në Mitrovic, ata qëllimisht vendosën gjak në fytyrë në qafën ku e kishte prekur polici kosovar. Mirë po, sa duhet përgatitemi edhe më tutje që të kemi sulme të tjera në vend kur nuk po kemi konstituim të vendit tonë? Po, pyetje e drejtë. Do me thonë se më përpara nëse mbanin mend Serbia qysh prej 12 qershorit të vitit 1999, kur ka mbaruar lufta, është pyetur atje një general në një aeroport atje serb dhe ka pyetur, do me thonë, një gazetar, po e marr vetëm një shembull që të jem tepër i qartë me qytetarin e Republikës Kosovës, kur e kam pyetur lufta mbaroi dhe tash çka? Ai general pamkeq i kasapit Ballkanit Miloševićit tha për neve lufta ka filluar tek tash. Do me thonë ai ka pas për luftën speciale kundrejt Republikës Kosovës. Tash ka kaluar një taktikë e re, do me thonë për luftës speciale janë zbarkuar në luftën hibride, kur kjo lufta hibride ka dimensione atë shumë gjera, sepse përfshin do me thonë edhe dezinformatën, propagandën, sabotazhin e ndryshëm, do me thonë edhe shfrytëzimin e këtyre maturantëve, mirë po ato rrugët e Serbisë për të vepruar shumë, siç na ka sulmuar mbajtës, janë tepër të redukuara dhe me tashmë këto forma luftës hibride, luftës e egër hibride, po shfrytëzohen, po tentohen të shfrytëzohen Republikën e Kosovës, mirë po ka qenë organi jonë i sigurisë publike, policia dhe gjitha instancat e sigurisë që kanë ndaluar, do me thonë, këtë tentim, sepse edhe kanë demantuar qysh nesërmën, kur ata nxënës maturant që do të duhej vetëm të festonin dhe jo të keq përdorin, kam pasur do me thonë edhe ngjyra në pjesë trupit, do me thonë, diçka pas ka qenë këtu e pregaditur dhe pe kujt mund pregaditen këto gjana. Do me thonë, pregaditin për atyne që na kanë destabilizuar Republikën e Kosovës tash 24 vite, posaçërisht pas pavarësisë me 2 sulme, me një sulm terrorist në Bajnsk, atje në kanalin i Vulepencit kur sulmuar arteria, pra jemi para pregatitur, sepse thjesht dhe shkurt kemi përvojë në aspektin e sigurisë. Zotja shef, si përfundo kisha dashur vetëm të më thuash, a jemi të përgatitur në neve të dalim balë luftës hibride, një luftë goxha e egër e cila po bëhet në gjithë botën e jo vetëm tek ne? Lufta hibride, do me thonë, tash po mbahet në formë të egër, shumë të egër në Evropë, posaçërisht në Evropë, por edhe në gjitha vendet ku po ka qasje Rusia, duke pas parasysh e nderuar që Rusia është specialiste e luftës hibride, kurse ne, që Republike Kosovës, ose një vend Ballkan, një vend i ri, ne kemi para se gjitha 200 ose 300 km nga këtu atë qendrën informative të Rusisë të stacionuar në Serbi. Do me thonë, ne duhet ta propagandën, sabotazhin, dezinformatat e ndryshme, media, do me thonë, që japin dezinformata dhe janë të lidhura, do me thonë, me atë establishment kontaminuar atje, po ju dalim balë problemeve, sepse në këtë mënyrë, në këtë fazë, ne kemi nevojë edhe për aleatët tonë strategjik, do me thonë, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, sepse nuk është asë një vend i mund, do me thonë, asë shtetit më bashkohore në Bashkimin Evropian, duke marrë parasysh Gjermanin, nëse i dini shembujt e vendeve baltike, nëse i dini vendet të skandinavike, çfarë sabotazhe atje është bërë me energjinë elektrike dhe me gazsjellës, do me thonë askush nuk është imun, por ne duhet t'i japim maksimumin vet, duhet ta kemi më së pari qeverinë dhe kuvendin dhe duhet kemi aleancën e përforcuar sikur më parë në këto çaste kruciale dhe në këtë geopolitik që po ndryshon dita ditës dhe jo javë për javë, por tash dita ditës po ndryshojnë gjanat, shpresoj që do të vijem deri në atë prioritetin, sepse kemi thënë që nuk kemi ai prioriteti i artë
i Shteteve të Bashkuara të Amerikës shpresoj që afër të afrohet prioriteti kur do qartësohet edhe çështja e Ballkanit, të ndalojë ma Serbia me këtë destruktivitet, sepse kemi një establishment Trump ku veprimet e tija janë të shpejta dhe të qarta, sepse ai president njihet atë që mendon, atë e vepron, dhe unë mendoj që do të vijem deri në vjesht dhe do të qartësohet më dhe të vazhdojmë me problemet tona si shtet dhe mos merremi më me Serbinë, sepse gjatë historisë shqiptarët kur nuk e kanë sulmuar askën, por gjithë kapacitetit i kanë mbrojtë, se kjo është i fakt i pa kontestueshëm, por edhe i pa fjalë, domethënë të gjithë e dinë këtë. Po, Zotita Shefci, më faleminderit shumë që shpreh gatishmëri që zgjohet që ti jesh pjesë e Infodesë sot na japësh të gjitha këto informacione që kanë të bëjnë në lidhje me sigurinë në vend. Gjithmonë është den dhe privilegjet ju dëshiroj juve punë të mbarë, nderuar. Faleminderit shumë, i nderuar. Neve do të kthehemi përsëri në studio. U kthehem në studio për të folur për çështjet që kanë të bëjnë me rajonin dhe botën, por fillimisht do të fokusohemi te protestat të cilat po vazhdojnë të mbahen në Serbi, ndonse kanë kaluar nga ana e studentëve, duke thënë se janë thirrur se studentët kanë marrë drejtimin e këtyre protestave. Për këto dhe shumë çështje të tjera me mua në studio është Minator Maloku. Faleminderit shumë që pranove që ti jesh pjesë e Infodesë. Faleminderit dhe juve. I në rumë ne jemi pa se protestat në Serbi nuk kanë të dalur, ato po vazhdojnë tash një goxha të gjatë atje. Cili mendon se është epilogu i gjitha këtyre protestave të cilat po vazhdojnë atje? Po pra se që kemi po edhe ne nëpër mediat vendore, ekzistojnë disa protestat në Serbi dhe janë protesta madhore, janë protesta që sipas disa ekspertëve është rreziku edhe vetë regjimi i Vučićit. Ju ndonë se kemi pas edhe disa deklarata që këto protesta janë të organizuar edhe nga vetë Vučić. Këto protesta do më thonë kanë fillu si rezultat i erëzimet të një qatis se në stacionet e korridor në Novi Sad, edhe si pas disa informacioneve, ndërtimin e këtij stacioni e korridor e ka ndërtuar një kompani kineze në bashkëpunim me qeveritarët serbë. Dhe ajo qati është rrëzuar dhe këtu kanë humbur jetën dikun 15 persona. Dhe nga këtu ka fillu edhe idhnimi i studentëve dhe mbar popullit serb që ju kanë bashkangjitur kësaj proteste. Kjo protestë, cilësuar domethënë edhe nga aspektet ndërkombëtar, është një protestë mjaft e madhe, domethënë se studentët gjithmonë kanë ditë me bë zgjidhje të problemeve, për shkak që ata me regjimin aktual të Vučićit janë të pakënaqur dhe dëshirojnë që të ketë një qeveri më demokratike që ju prin procese përpara. Sigurisht që jemi të njoftuar dhe dim procesin e antarësimit të Serbisë në Bashkimin Evropian. Ka hapur pothuajse gjitha kapitujt dhe ka mbetur vetëm te kapitulli i 35, i cili ka të bëjë me marrëdhënie të mira fqinësore. Dhe ky kapitull domethënë është kusht për Serbinë që të plotësohet ky kapitull në mënyrë që ajo të avancojë përpara drejt proceseve integruese. Studentët janë zgjuar, nuk janë të kënaqur domethënë me udhëheqjen e vendit, me presidentin aktual Vučić dhe regjimin e tij aktual, për shkak se siç jemi të ditur dhe e dimë edhe historikisht që Serbia është një prej faktorëve kryesor për gjitha tensionet në rajonin e Ballkanit Perëndimor. Domethënë është e vetmja shteti serb e cila ende nuk ka vendosur aksion ndaj Rusisë, që ka filluar agresionin ndaj Ukrainës. Po ndonse ka një marrëdhënie me Rusinë, kemi pa edhe me 9 maj atje ku shkoi në paradën e organizuar nga Rusia, ndonse pati edhe shumë reagime si nga ndërkombëtarët, ashtu edhe nga vetë shumë lider nga Serbia. Po, është vërtet që ekzistojnë marrëdhënie domethënë tradicionale në mes shtetit serb dhe shtetit të Rusisë. Këto marrëdhënie domethënë janë historikisht kanë qenë të zhvilluara dhe është shumë e vërtetë që presidenti Vučić ka shkuar në paradën domethënë e fitores në Rusi për ta festuar atë. Dhe kjo ka nxitur edhe reagime domethënë edhe nga krerët e Bashkimit Evropian, po edhe nga krerët e Shtetit të Bashkuar të Amerikës që nuk janë pajtuar për shkak se Serbia është një moment kyç që Serbia duhet të përcaktohet. Apo don të shkojë
me Rusin, apo dëshiron një bashkangjit frymës perëndimore në, domethënë, të drejtuar nga Shtetet e Bashkuara të Apo Amerikës din dhe Rusi Bashkimeve. palë Serbia që të mbajnë një farë baraspeshe ndërmjet Serbisë edhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës, duke mos anuar nga asnjëra anë, po duke mbajtur raportet me të dyjat një farë lloj paralele. Shumë e vërtetë, domethënë Shteti SE po vazhdon të luajë me këtë politikën e saj të baraspeshës, me shtetin rus në njëra anë dhe me frymën e saj jo demokratike dhe në tjetrën anë domethënë me frymën perëndimore. Dhe njëna prej gjërave që e kanë nxit edhe këtu protestat në Serbi është edhe kjo frymë e saj. Kjo loja e saj politike, domethënë në një anë me Rusin, marrëdhënie të mira me Rusin, dhe në tjetrën anë marrëdhënie të mira me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimin Evropian, ku edhe pritet që ajo të bëhet pjesë e saj. Kjo ka nxitur reagime në Serbi, populli serb, sidomos studenta që kanë ditë gjithmonë me bon kthes historike në shtete të ndryshme, janë të pakënaqur dhe tani me Serbia duhet të vendosë. Nga duhet të shkojë, duhet të mbesë në perëndim, apo duhet të shkojë tek Rusia. Po shpeshherë është cilësuar si e mençur politika e jashtme të cilën Serbia vazhdimisht ka bërë, ka krijuar marrëdhënie edhe me madje edhe me familjar të Donald Trump, me djalin e tij, edhe me dhëndrin e tij, duke ju jap edhe një lloj biznesi i cili do të mbahet në vendin ku është bombarduar nga NATO në 1999. Në mënyrë që ta bëjë një kthes historike, ai ka ruajtur marrëdhënie edhe brenda familjes së Trump. Ka dashur që të krijojë zgjerim të rrjetit të tij. Po, është vërtet këto lojrat e presidentit Vučić dhe aparatit shtetëror serb vazhdojnë të mbeten. Çështjet e biznesit është në rregull që të bëhen, mirë po çështjet që kanë të bëjnë me politikat ndërkombëtare duhet pasur pak më shumë parasysh. Në mënyrë ai ka ditur që me çështje të biznesit të krijojë raporte madje në bazë të vizitës që djali i Donald Trump bëri në Serbi, erdhi edhe vizita e Trump e Vučić në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Po, këto vizitat është shumë në rregull që të ndodhin, mirë po shikuar në aspektin e drejtimit politik dhe strategjik Serbisë. Edhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, edhe Donald Trump dhe gjithë udhëheqësit e Amerikës e dinë mënyrën e lojrave të presidentit Vučić, se çka po ndodh. Sigurisht që presidentit të Shtetet të Bashkuara të Amerikës apo familjes së tij do thotë ndoshta e konvenon me hap biznes në Serbi dhe me zgjeruar rrjetin e biznesit të tij, mirë po në aspektin e politikave ndërkombëtare dhe në aspektin e drejtimit strategjik Shtetet e Bashkuara të Amerikës, domthonë e kanë si qendër dhe janë duke e menaxhuar se nga është orientimi serb. Po, zotëri Malohu, në kohën kur neve po flasim, Kosova nuk ka pasur asnjë vizitë në shtëpinë e bardhë. Ka pasur vizita përreth saj në kongreset të ndryshme që kanë ndodhur në Amerikë, ndërkaq në shtëpinë e bardhë nuk ka pasur asnjë vizitë. Neve në këtë aspekt si qëndrojmë, meqense Serbia po shkon në vizitë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës në brenda shtëpisë së bardhë, ndërkaq që neve si Kosova ende nuk kemi arritur që të kemi një vizitë të tillë. Shikuar në aspektin tradicional marrëdhënë Kosovë dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Është fakt që nuk kemi bërë vizita, zotëri Kurti ka bërë vizita, mirë po jo direkt në shtëpinë e bardhë, mirë po ka bërë vizita ndoshta me përfaqësues të bizneseve apo me ndonjërin që nuk ka shumë rol në shtëpinë e bardhë dhe jo direkt me krerët e shtetit amerikan. Marrëdhëniet ndërmjet Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Kosovës janë jetike, do të mbesin shumë gjatë dhe thënë me një fjalë Kosova është produkt i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Domethënë këto vizitat nuk kisha dashur edhe shumë ndoshta me fol për to për shkak se marrëdhëniet ndërmjet këtyre dy vendeve janë tradicionale dhe nuk do të shuhen.
ndonë se neve si Kosovë kemi refuzuar disa nga marrëveshjet që kanë ardhur nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, qoftë edhe ajo për sjelljen e gazit natyrale i cili është thënë se do të vijë në Kosovë, po ashtu edhe disa marrëveshje të tjera të cilat janë iniciuar nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Kjo sipas jush si shihet në raportet ndërkombëtare me Shtetet e Bashkuara? Mund të them që këto marrëdhënie ndërmjet Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Kosovës do të vazhdojnë të mbesin, kanë qenë gjithmonë të forta. E thoni se nuk ka ftofje të raporteve ndërmjet Kosovës dhe SBA-s. Nuk mendoj që do të ketë ftofje të raportit ndërmjet këtyre dy vendeve, për shkak se Shtetet e Bashkuara të Amerikës domethënë e kanë Kosovën si pjesë strategjike, sidomos në rajonin e Ballkanit Perëndimor, po ashtu edhe në Evropë. Kosova mbetet partner strategjik dhe partner jetik i Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe siç e thash edhe më herët, mund të them që është edhe një produkt i saj. Zotri Maloku, do kishim dalë edhe te vizita e Kallasit, e cila bëri në Kosovë në kaluar. Si e keni pa ju vizitën e saj dhe porositë që ajo la në Kosovë? Zonja Kallas është emëruar si përfaqësuese e re e diplomacisë europiane. Vizita saj në Kosovë është një vizitë të them mjaft të rëndësishme, për shkak se drejtimi strategjik i Kosovës është drejt Bashkimit Evropian. Zotri Maloku, fillimisht do kisha dashur të ndalim në një pikë që ka të bëjë me Kallas dhe mënyrën tradicionale të familjes së saj me një lloj armiqësie themi në thojza që ka me Rusin. A do të jetë në favor tonin kjo çështje, meqense se Serbia dhe Rusia i kanë goxha të afërta marrëdhëniet e tyre? Patjetër që kisha me thonë po, domethënë zonja Kallas vjen nga një shtet mik i Kosovës, Estonia, dhe zonja Kallas ka një histori mjaft interesante me shtetin rus, për shkak se nëna saj ka qenë e depërtuar apo si 10 vjeçar në përkombet të ndryshme nga ushtarët e Bashkimit Sovjetik dhe tani domethënë vajza e saj, e asaj zonjës tashmë është përfaqësuese e diplomacisë evropiane. Kjo do të ndikoj, normalisht do të ndikoj pozitivisht në Kosovë dhe në mënyrën e zhvillimit të dialogut ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Dhe kjo është zonja Kallas është një kritikuese mjaft e madhe e presidentit Putin për shkak domethënë të politikave të tij dhe shpeshherë jo shpeshherë, po mirë, po vazhdimisht më them që e ka mbështetur edhe Ukrainën, duke apeluar që të dërgohet armatimi asaj dhe të vazhdoj luftën, domethënë luftën mbrojtëse ndaj shtetit rus, ndaj agresionit rus. Dhe këtu më të them që zonja Kallas e ka bërë mjaft të qartë se çka duhet bërë, ta shetutje. Ka bërë vizitë në Beograd, ka bërë vizitë në Prishtinë dhe mesazhet e saj janë shumë të qarta. Duhet të vazhdohet dialogime, duhet të zbatohen marrëveshjet dhe në rastin e Kosovës ka treguar që edhe sankcionet që janë vendosur në vitin 2023 ndaj Kosovës po vazhdojnë të largohen. Mirë, po është edhe një parakusht tjetër që këtu sankcione komplet të largohen, në këtë rast është shtensionime në pjesën veriore të Kosovës. Ne presim aprilin që do të krijojmë marrëdhënie goxha të afërta me Kallas dhe do të dim të ruajmë këto marrëdhënie me Kallas. Meqense siç duket Kosova nuk ka ditur të ruajë raportet me Biden, duke ditur se ka pasur një simpati goxha të madhe në kohën kur Biden ishte në krye të Shtetit të Bashkuara të Amerikës, ne do të kishim mund të kemi edhe shumë favore të tjera, ndërkaq që neve nuk e shfrytzuam këto favore, madje nuk patëm as ndonjë përfaqësues në shtëpinë e në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Po këtu raportet ndërmjet shtetit Kosovës apo them qeverisë, e cila në vitin 2020 domethënë ka fituar zgjedhjet mbi 50% të votave, domethënë ka fituar, ka arritur që vetë ta bëjë qeverinë dhe ka pas një mbështetje mjaft madhe nga populli i Kosovës. Në anën tjetër kemi pasur erdhi si revolucioni gjithë gjendjes së krijuar që nga pas lufta në Kosovë. Po, në anën tjetër kemi pasur në qeveri në Shtetet e Bashkuara të Amerikës kemi pasur Joe Biden nga Partia Demokratike
në Amerikë dhe që ka qenë mbështetje mjaft e madhe ndaj Kosovës dhe ndaj historisë saj dhe ndaj pavarësisë saj. Jemi, domethënë, e dim historikisht që presidentët e mëhershëm janë edhe ndër ata kryesor që kanë bërë deklarata dhe kanë dhënë maksimumin e tyre që Kosova të jetë edhe shteti i pavarur. Këtu raportet dhe Biden. Po, ndërta edhe Biden. Raportet ndërmjet shteteve duhet të ruhen, sidomos me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, për shkak se nëse raportet ftofen, për çka jam skeptik në këtë aspekt, për ftofjet të marrë ndërmjet Kosovës dhe Shtetit të Bashkuara të Amerikës, po nëse vazhdojnë me këtë ritëm, atëherë sigurisht që nuk është një lajm i mirë për Kosovën. Përderisa nuk jemi ndonjëherë temë diskutimi në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, sa do të thotë kjo që jemi në gjendje jo të mirë, me qenë se s'po jemi temë diskutimeve, nëse Kosova po kalon në një ngërç politik. Nuk kisha me thonë që nuk është puna mirë nëse nuk diskutohet në Shtetet e Bashkuara të Amerikës për Kosovën, sidomos në rastet kur Kosova gjendet në momente kritike. Kjo ndoshta është e habitshme nëse them kështu, mirë po Kosova vazhdimisht e ka pasur dhe vazhdon të ka mbështetjen e Shtetit të Bashkuara të Amerikës, edhe Bashkimit Evropian po ashtu. Për momentin është situata siç është, jemi në një ngërç politik për momentin për konstituimin e kuvendit. Kjo situatë sa më shpejt është mirë që të kalohet dhe duhet të kalohet në mënyrë që të vazhdohet me procese të tjera që janë të parapora, domethënë në kuadër të dialogut dhe proceseve integruese të Kosovës. Se pa i përfunduar këto konstituimin e kuvendit dhe në mënyrë që të vazhdohet me tutje pa u procedu kuvendet dhe të zgjidhen institucionet e Kosovës, edhe krejt e Bashkimit Evropian nuk kanë që të bisedojnë. Për shkak se duhet të jetë dikush në qeveri, duhet të ekzistojë partnerë që Bashkimi Evropian do ta kishin për të vazhduar me dialogun, siç është parapo edhe me marrëveshjet paraprake dhe në marrëveshjen e fundit. Sot më luheni kaluam nga tema në temë, po desha të fokusohem nga vizita Kallas, e cila dhe porositë të cilat ajo e dha për liderët e partive politike në vend. Mendon që do të ketë ndikim e gjithë vizita Kallas në Kosovë? Mendoj që ndikim do duhet të ketë. Për shkak se një përfaqësuese e Bashkimit Evropian apo e diplomacisë europiane nuk është një gjë e vogël që të bëhet në një shtet, për shkak se ajo flet në emër të Bashkimit Evropian. Domethënë Bashkimi Evropian është i përbërë për shumë shteteve që ata folin do të thotë një zëre dhe aja ka marrë mandatin që të vinë në Kosovë, të shkojnë në Beograd, që të jap mesazhet e saj. Dhe tashme jemi kështu siç jemi në një ngërç politik, kjo duhet sa më shpejt që të kalohet, për shkak se sa më shumë voneza reputacioni ndërkombëtar i Kosovës po shkon duke u zbej. Subjektiviteti ndërkombëtar i Kosovës po bjen dhe kjo i konvenon vetëm shtetit serb, nuk i konvenon shtetit të Kosovës. Prandaj është urgjente, është jetike që të vazhdohet sa më shpejt me procedime tjera që ne të kryejmë detyrat tona brenda në mënyrë që të kryen pastaj detyrat që na lidhen me Bashkimin Evropian, kështu me frymin euroatlantike. Ishëm dalë edhe të një temë që ka të bëj për një marrëveshje goxha të rëndësishme për Kosovën, siç është ajo marrëveshja e Ohridit. Jemi gati se 2 vjet pas kësaj marrëveshje, tani kemi filluar të shohim disa të mira ose të këqija të kësaj marrëveshje. Një prej tyre ishte edhe rryma për qytetarët në veri të vendit, të cilët nuk bënin pjesë në shtrejtimin e saj për 16.1%, kosto ashtu siç paguajnë të gjithë qytetarët të vendit. Po, e kemi marrëveshjen e fundit që është realizuar, domethënë nga Bashkimi Evropian. Të gjitha vendet e Bashkimit Evropian në vitin 2023, në shkurt të 2023-s, u pajtuan që të ketë një plan për zhvillimin e më të qeshëm në kuadër të dialogut dhe arritjen e një marrëveshje normalizimi ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Kjo marrëveshje doli, u publikua dhe në mars të po atij viti
Kosova dhe Serbia së bashku me Bashkimin Evropian u dakorduan që të shkojnë në ohër të Maqedonisë dhe që të dakorduan për aneksin e zbatimit të saj. Nëse e shohim marrëveshjen në brendësi, ekzistojnë disa pika në kuadër të marrëveshjes. Një për pikat e marrëveshjes është edhe marrëveshjet e mëhershme që janë realizuar dhe që duhet zbatuar. Ekziston në marrëveshjen e pika që thot këto marrëveshje të mëhershme në kuadër të dialogut që kanë vazhdu ose që janë realizuar më herët janë të vlefshme dhe janë detyruese. Do të thotë duhet të zbatohen. Një në prej atyre marrëveshje është edhe marrëveshja për energjinë, që është realizuar në vitin 2013, pasaj në fuqi në vitin 2015, dhe kjo marrëveshje ka të bëjë me sistemin energjetik në Kosovë. Marrëveshja thotë që duhet përveç Kecit, duhet të ekzistojë edhe një kompani tjetër që duhet të operojë në Kosovë për furnizim me energji dhe shpërndarje të faturave të ndryshme energjetike ndaj popullatës, dhe kjo kompani është, domethënë, e shtetit serb. Përveç Kecit, domethënë, kemi edhe një tjetër kompani dhe ajo operon në pjesën veriore të Kosovës, është licencuar, domethënë, nga zyra rregullatore të energjisë, dhe kjo mënyra se si funksionon është paksa problematike dhe nuk do duhet që të liej anash. Për shkak se ajo ka të drejtën e furnizimit, ka të drejtën e shpërndarjes së faturave të energjisë e kështu me radhë. Shteti i Kosovës duhet të jetë shumë vigjilent në këto aspekte në secilën marrëveshje që realizohet ndërmjet shtetit serb dhe shtetit të Kosovës, për shkak se nuk do të ishte mirë që të vim në një situatë ku pastaj nuk mund të kthehemi prapa. Dhe ekzistojnë edhe pjesë në kuadër të marrëveshjes së që janë të cekura, domethënë është për me kriju një garanci për një sistem vetë menaxhime të komunave në pjesën veriore. Kjo mbetet me u diskutu në kuadër të dialogut që pritet domethënë sa më shpejt të rifillojë, dhe ky dialog mund të rifillojë nëse kemi partner në Kosovë, nëse themelohet qeveria dhe formohen institucionet e Kosovës. Ne kemi pa që fuqishëm Serbia është kundër kësaj marrëveshje, nëse ka qenë një marrëveshje e mirëpritur jo fort mirë as nga ana kosovare, mirë po Serbia ka dalë me shumë deklarata që nuk është pro kësaj marrëveshje, po ndërkohë që Serbia çdo herë dëshiron që çdo marrëveshje të jetë në favor të saj. A ka diçka tjetër në këtë marrëveshje që është në favor të Serbisë, ndonë se ende nuk është parë mjaftueshëm nga publiku kosovar? Marrëveshja domethënë tani është e publikuar dhe siç ekzistojnë disa pika në kuadër të saj. Shteti serb pothuajse vazhdimisht i ka kundërshtuar marrëveshjet që janë arrit, për shkak që ndoshta me kriju një farhotia edhe te populli i Kosovës dhe në mënyrë që të vazhdohet me tutje me qëllimet e asaj. Shteti serb është i vendosur që me arrit një asociacion të komunave më shumë të serbe dhe këto me çdo kusht e dëshiron që të ketë kompetenca ekzekutive, e që kjo në anën tjetër do të ishte mjaft rrezikshme për shtetin serb, për shkak se do të diskutohet cënueshmëria e saj, kushtetutshmëria e shtetit Kosovës. Dhe kjo në asnjë mënyrë nuk duhet lejuar që të ekzistojë një formacion diku në ndonjë pjesë Kosovës që të ketë kompetenca që ndoshta mund të themi që pas një kohe, nëse ata ai grupacion i një komunitetit të caktuar pas një kohë të kërkonte ndonjë referendum apo diçka të tillë dhe që të kërkonte largim nga shteti serb. Dhe çka do të me ne me shtetin e Kosovës, domethënë do të ishte një shtet jo funksional dhe një shtet që do të rrezikojë edhe ndoshta mund të them shpërblimin e saj. Ndonse vetë formimi i asociacionit të komunave serbe parashihet që të kenë ato favoret e veta dhe kompetencat e veta, por a do të administrohen nga qeveria e Kosovës ky asociacion? Qysh funksionon mënyra asociacioni, ndoshta nuk është edhe shumë i ditur për publikun. Asociacioni i komunave me shumicë serbe është një
një marrëveshje realizohet domethënë në vitin 2013 dhe pastaj në vitin 2015 ekziston në vitin 2013 është bërë marrëveshja e parimeve të përgjithshme që quhen drejt normalizimit të marrëdhënieve me Kosovën së Bi. Pastaj për shkak të jo mirëpritjes në popullin e Kosovës apo në publik të kësaj marrëveshje është dërgu në gjykatin kushtetuese që të jap një mendim sa i përket kësaj marrëveshje. Gjykati kushtetuese domethënë e ka hull poshtë këtë asociacion për shkak të elementet që i posedojnë për shkak të disa kompetenca që nuk shkojnë me kushtetshmërinë në Kosovë dhe cenojnë rendin dhe ligjin në Kosovë. Asociacioni i komunave me shumicë serbe do duhet që të ishte thjesht një asociacion ku një komunitet i caktuar, në këtë rast komuniteti serb, të kishte disa kompetenca në fusha si arsimi, shëndetësia, e kështu me radhë, domethënë kompetenca që e rregullojnë pak a shumë jetën e tyre në atë pjesë dhe asesi nuk duhet të ishte jashta institucioneve të Kosovës, jashta ligjeve dhe kushtetshmërisë së vendit. Zotri Malokun, falenderoj shumë që gjithë kohë që t'jesh pjesë e Infodesa. Ndam të gjitha këto informacione, ndonë se kaluam nga tema në temë, po mundum të bëjmë një përmbledhje të ngjarjeve të cilat kanë ndodhur në vend. Faleminderit. E ne me të ndëruar shikues të Infodesu për përmbyllëm këtë emision e deri në emisionin e radhës Mirë Mbeqje.